Nga ana shpirtërore, ajo është e dashuruar. Më kupton? Është ndashni. Pra, në një anë më vjen keq që ajo të cënohet në një gjë që e ka shumë për zemër shpirtërore, shumë të fortë. Të vjen keq, ç'a të vjen keq? Nga ana, po më vjen keq. Për kush? Për kush, për qa? Si për kush? Për anën shpirtërore pra po flas. Për Alba? Po. Pse? Po më vjen keq patjetër, përdesa ajo është e dashuruar, normal. Më vjen keq Ti se nuk në e atë di pjesë. qa ishte këtu. Unë e di. Po pra, këtë po të them. Ti, realitetisht Nuk po ti kupton nuk e çfarë po di. të them, Bia. Questa Bia, dicendo cazzate. edhe nëse, po pra, edhe nëse nuk është reale, ajo me mendjen e vet e ka reale. E kupton? Po kjo Në është... mendjen e vet e ka reale, pra është një gjë që i dhëm, është një gjë që e ka për zemër. Kjo nuk është ndashni, është obsesion, o vla. Po mirë, po prapë është pjesë e vet. Edhe qa. Qa ke? Kur ti Po e... pra, këtë doja të thoja, nga ana tjetër pastaj, është më mirë të interesant. sqarojnë gjërat, sepse ne po mundohemi mos ta prekim në një gjë që e ka shumë për zemër, po nëse kjo gjë nuk është reale, 10 tani vjeçare. Sot l'istoria. Unë nuk atakimi pa motiv. Non attacco senza motivo, amo. Quello là c'ha la famiglia, c'ha. Capito? Hai capito? Ma chi Quello se... là c'ha? C'ha la famiglia. seriozisht? Un bambino lo posto sempre sulla storia, amo. Bia Khalifa, kujdes mikrofonin. Nuk më intereson fare. E capito? Edhe divorcimi është po, familja në Zvicra, po. Aj ma, unë e di krejt. Ki nuk e di. Thash, po mirë, nëse ka familje, ka familje, okej, s'ka problem, thash se ishte i martuar. Qa ke zemra? Kush suportoj Alba në shtëpia me ninuse se Alba s'ka nevoj për enemis. Non hai più bisogno di nemici. Il tuo enemi i madh është në shtëpia me ti. Kush nevoj për Alba në shtëpia? Tani, shtëpia Big Brother është 3 muj. Martuar, krejt tjeta, o vla. Është një motiv sepse nuk ishte martuar. 30 nuk e di në Shqipe. Kete eta, come si dice? Në këtë mosh. Në këtë mosh është një motiv nuk ishte martuar, a kuptove? Vesh familja sepse familja obligimi moral per supportimi, po... Io amo. Cosa pensi che faccio io? Mi rovino l'immagine da sola? Così? Bia Khalifa, kujdes mikrofonin. Ok, me tua in Shqipe. Ti qa mendo? Ti mendimi unë reputacion për mu? Adios, bye bye? Jo. Ata e kuptojnë, se e budallaj që ti. Ti pensi kemi Unë e di që ti je shumë e zgjuar. Po, unë nuk jam se budall për unë pozicion keq. Po, e Për kuptoj. qa? Tani Gerta ta shpjegu situata, ti kuptoj. Nuk ishte E kuptoj. kete situata e martuar. Martuar nuk ishte... Jo, kur the ka familje, mendova ka familje, do të thotë që është ndërkohë i martuar, prandaj u habita. Bro, non vivono neanche insieme, capito? E kuptoj. Va solo a vederla. Po mirë, në qoftë atëherë nuk është imagjineri. Non lo so, io so, allora, este qa me tha, po, une, nga ki, e di, nuk ishte nothing, bro. Pra nuk është serioze nga ana ti, thua ti. Edhe nuk ishte serioze, he was telling me something, but he's maybe using her. Using? Oh. Për çfarë me e përdor? Nuk e di, zemër. Nuk e di, këtë part. Unë fol vetëm për qa e di. E di 100% tjetër. Pra është vetëm nga ana e kësaj thua ti dashuri. Ha? Është vetëm nga ana e Albës dashuria. Po, zemër. Io ve lo dico sicuramente, ma lo vedrete un giorno. S'ka gjë. Edhe këtë dita për korejt, shtëpia banore të realizimi vjen. Krejt banore realizimi.
Unë nuk fol budaliqe kur tha imaginary boyfriend. So che sembra pak brutal come opinata, po ascoltami. Vedrai. Lei fute, kjo fute në ropa vetëm. Kjo fute në ropa vetëm. Ki me tha Bia, fol për mu, për Big Brother, kur është momentin, unë vjen. Per ti. Edhe, io posso anche baciarlo se voglio, solo che siamo amici, ma per lei lo faccio. Sono così, Mia Khalifa, kujdes mikrofonin. Shqip. kur ki vjen, surprizë për gjitha. Surprizë. Edhe ti di qa? Surprizë bukur. S'ka nevoj për skandal. Unë jam... Ki skandal shumë sigurt. Po, ne s'ka nevoj për skandal. Ki, deri fund dita e Big Brother, kjo traumatizuar. Me pëlqen. Sepse kjo kam problem personal me mu. Nuk di që të them. S'ka gja. Ti sembra ora così male perché tu non sai niente, ti nuk e di situata. Po nuk s'ka nevoj për opinata nga ti, sepse ti nuk e di, normal. E me pëlqen ti është neutral, edhe ki është aspekti... Nuk jam neutral, është çështja që Është drejt, në gjëra që Nëse që janë nuk të e di- zemrës, Po, ti nuk e di, po më unë dhe e jam di. drejt, në kuptim në këtë rast, edhe pse kam konflikt me Edhe të unë dhe jam nuk drejt. Unë jam shumë drejt me këtë. nuk e kam Po kur e qef di, si person. nuk është prap relacion. Nuk dua, më dhe Kur nuk e më di- pëlqen të lëndoj, më kupton? Unë respektoj relacion, po çfarë relacion? Ki nuk Okej. ishte në relacion me Alba. Kuptoj. Ai capito? Jo, okay. Para 3 jave, 4 jave, më fal, një muj, sepse tani 3 muj këtu, Po. një muj, ki me një femra, a kuptove? Po, të shtëpia, Ishte me një tjetër, thuate? I was, po normal. Ore, kjo është personaliteti, i pëlqen jeta, i pëlqen, kjo, edhe pëlqen femra, a kuptove? Nuk i pëlqen ose për shtëpia, kjo nuk e di që. Po s'ka gjë. Boyfriend nga imaginacion. Rob të shtëpis. Kujdes mikrofonin. Fix, shqipe është. Unë nuk fol budaliqe. Rob të shtëpis. Mos u mirëzit e Gerta. Unë vetëm prit. Unë prandaj të thash mendoj e mirë. Jo, marë, qa mendoj? Qa mendoj? Për qa? Për qa? S'ka nevoj për mendim, ka nevoj për vlaj madh me tha, okej, ose jo. Unë tha. Okay. Mia Khalifa, kujdes mikrofonin. Une, po shqip. Nuk duhet të përmendesh çfarë ke thënë në dhomën e rrëfimit. Mia Dona Khalifa, Refinave. kujdes mikrofonin. Ropt. Pse? Sepse nuk është më surprizë. Vabbè, non dirlo a nessuno. Anche se lo scopre sta qua non ci crede. Unë tha, Alba, jam sigurt ki vjen. Edhe me tha, po, jam sigurt të azuel, sepse unë tha,